Jela hut shqiptare me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe Shpesh ne shajmë Enverin, jo se do të mbroj, po se unë jam i pagnaqur për rastin konkret, por edhe Zogu, por edhe këta kapetanat që janë nga 90-a deri tani, që janë një 5-6 Envera që sikin nga pushteti, të tërë këta nuk kanë folur dhe nuk vazhdojnë të plasi fare për këtë genocid. Këta nuk e bëjnë këtë sepse nuk ka fuqi shteti para Grekut. Dhe kanë frikë, s'na pranojnë në Evropë, vën vetëm këtu, do të marrin detin, do të marrin kësmetin, shumë gjëra të tjera janë në trembur në mënyrë më maksimale. Ne ju kemi dhënë informacione të bollshme presidencës, qeverisë dhe gjithë instancave dhe parlamentit, Akademisë të Shkencave për këtë që kemi bërë. Dhe nuk kemi asnjë reagim zyrtar. Nga eksperienca që keni juve, pasi ju keni studiuar genocidin, si veprojnë të raste? Në radhë parë kjo është një diçka që duhet ishte ndjekur vetë nga qeveria shqiptare shumë vite më përpara, por për arsye njërin apo tjetrën që unë konkretisht nuk jam i sigurt përse nuk u ndoq fare dhe ka qenë komplet në heshtje. Në të tilla rastet nuk na ngelet gjë tjetër vetëm ne, domethënë dikush që në mënyrë private duhet të bëj diçka. Për këtë arsye kam menduar dhe jam në diskutime me një partner, me një kolegun tim në Evropë që duhet të mbledh sa më shumë materiale për të vazhduar për ta çuar këtë çështje deri në gjykatën, në këtë rast është gjykata e Strasburgut në Evropë, dhe e kam menduar që të gjitha shpenzimet në libertet i kemi unë dhe bashkë me kolegun tim në Evropë që kam mbaruar shkollën, atë kam mbaruar këtu në Amerikë, por praktikon në Evropë. I kam kërkuar gjithashtu, kam pasur një takim me presidentin e Shqipërisë para 2 vjetësh, besoj në tetor, ku ka ardhur në New York, kur hodha idenë për votat e diasporës. Kam hedhur këtë mendime dhe fatkeqësisht nuk e kishte kohën, besoj dhe dëshirën për të folur për këtë gjë dhe u tregova shumë, domethënë nuk u prita mirë kur fola për këtë temë. Që atë ditë unë e kam ndier si detyrën time sepse jam nga ajo zonë, jam djali i asaj familje që ka patur një dëmtim shumë të madh. Gjithashtu njoh dhe shumë persona që kanë vojtur këtë ngjarje të jashtëzakonshme, këtë genocid. Dhe e njëtër së detyrën time personale dhe profesionale që të bëj sa tjetër mundur për të ndjekur këtë çështje deri në fund. Patjetër që ka proceset e veta për të vazhduar këtë çështje dhe kam kërkuar kërkesat se një nga hapat e parë duhet të mbledhësh sa më shumë fakte, evidence që quhet në gjuhën tonë profesionale, dhe kam mbledhur disa fakte që besoj se janë shumë të mira, por vazhdoj akoma të mbledh fakte të tjera. Me të marrë të gjitha faktet që ekzistojnë në luftën në lidhje me këtë genocid, atëherë hapi i dytë është gjetja e personave të cilët janë pasardhës të viktimave që kanë vojtur nga ky genocid. Ai është hapi i dytë në mënyrë që t'i dimë me saktësi se kush është pasardhësi dhe personat që kanë vojtur nga ky genocid. Me kalimin e kohës, hapi i tretë dhe përfundimtar është përgatitjen e gjitha dokumentave, dosjeve dhe emrat e personave në fjalë dhe hapjen e një padie. Padia, kuptoj, nuk është padi kriminale për të luftuar Greqinë, as pak jo, është thjesht ne kërkojmë atë që na jep ligji. Dëmshpërblim për dëmet materiale shpirtërore, dëmet plagave që ka kaluar ky popull, që fatkeqësisht nuk ka qenë reprezentuar nga një qeveri që duhet ta mbronte këtë popull. Pikësynimi jonë kryesor është të arrijmë me sukses në janë pozitive që unë jam shumë optimist se do të arrijmë bashkëpunimin e patriotëve tanë që kemi në fshat, në mbledhjen e emrave konkret
dhe nuk ta kanë ngritur gjatë jetës, por ta marrin vetë në dorën tonë, për arsye se kemi qenë të harruar nga shumë qeveri dhe jo një. Nëse ke diçka mund t'ju thuash shikuesve që ata mund t'ju japësh një email komunikimi që të dërgojnë materialin nëse s'kan mundësi për të ardhur për të takuar fizikisht. Patjetër. Është një ide shumë e mirë. Jam në lidhje me disa historianë shqiptarë, me disa shokët e mi që punojnë në Korç dhe në Tiranë. Gjithashtu nëse ndonjëri nga ju teleshikues kanë qoftë një letër, qoftë një gazetë asaj kohe të publikuar, apo ndonjë material që kanë lidhje me genocidin, ju lutem na dërgoni me email. Emaili tim mund ta gjeni tek website i firmës time, vindignizekalo.com, ose direkt te celulari tim. Unë jam në WhatsApp, jam në Viber, 267 237 8339, patjetër është numri i celularit, dhe për çdo gjë mund të më dërgoni çdo informacion që keni aty që është në lidhje me këtë genocid. Megjithëse ju nuk mund të mendoni që do të na ndihmoj, por ja vlen që ta shikojmë nga ana juridike nëse na ndihmon apo jo, dhe nuk ishte asnjëherë ide e keqe që dërgosh çado që të keni në shtëpinë tuaj apo në dorën tuaj. Regjia mbërmet dijes se kanë vendosur online informacionet dhe shikuesit kanë mundësi që të ndjekin ato. Pak përpara juve folët dhe thatë se jeni nipi i Latu Harunit, mundet ta sillësh për shikuesit se çka ka ndodhur, çka ka parajë me së ti dhe si shkovi në Greqi, si erdhi, edhe mandej pastaj unë di se unë punoja në sigurimin e ushtrisë, por e dija për zonën time edhe për Latu Harunin e ndiqnin se mos ishte bashkëpunëtor me Greqin, me Grekun. E çuditshme. E kupton? Shumë tipike asaj kohe. Gjyshi tim në atë kohë ishte minoren, ishte diku te 7 vjet. Edhe në kohën kur erdhi andata greke, ushtarët grek të veshur civil, ai nuk mund të largohej se çikën shumë panaritas të tjerë, sepse panarit në atë kohë ishte tepër i madh dhe kishte shumë banor, më të shumë të morën vesh dhe arrit t'ia kalonin qafën e thanës, si themi neve në vendit në panarit. Edhe disa prej tyre për arsye sepse kishin fëmijë të vegjël nuk u larguan dot. Gjyshi tim ishte një nga këta persona që nuk largua dot dhe arriti të merresh nga një general që ishte që merrte pjesë në këtë genocid. E mori si për të marrë djalin e vet dhe mbasi e mori, e shpëtoi gjyshin tim, në thonjza e shpëtoi, kuptohet ajo. Gjyshi arriti të shikonte të gjitha masakrat që ndodhen në Panarit. Duke çdo kush i parë të gjithë lagjes i kishte parë me sytë e tij se çfarë ndodhi. Me kalën e kohës gjyshin e morën Janin, e mori generali dhe e rriti aty si fëmijën e vet në një luftë të dytë ku mori pjesë generali u vra, dhe kështu që gjyshi tim i humbi ato kontaktet me Panaritin, megjithëse kishte shumë qejf të kthehesh, por nuk e dinte se nga të ikte. Me të dëgjuar nga gjyshja time dhe nga mamaja, ai arrit të takonte një person nga Shqipëria që ishte në Janin për të shitur qilima apo çorga që bën atë kohë. Edhe në muhabet e sipër, gjyshi tim nuk e fliste shqipen me, sepse kishte kaluar 20 e kusur vjet, vetëm e kuptonte edhe mundohej ta fliste, po jo në mënyrë direkte. Në muhabet e sipër, gjyshi i thotë këtij personi që kishte ardhur për të shitur qilima, që unë jam nga Panariti, po nuk e dija më jeton njeri atje. Edhe ky i dha fjalën gjyshit tim. Ky person i tha që do vetëm unë Panarit do ta investigoj, do të shikoj nëse ke njeri apo jo jeton Panarit. Erdhi ky person në Panarit, hetoi, ditë që e ema ishte gjallë, edhe e solli vetë gjyshin tim disa vite më vonë, e solli në atë kohë gjyshi tim ishte i rritur, kishte kaluar mbi 20 vjet që kishin marrë të shkuar në Greqi dhe akoma, siç e tregon mamaja, megjithëse kishte kaluar mbi 20 vjet, ai jetonte akoma ato ankth dhe atë masakër që e pa që në moshë të mitur, edhe nuk e harroi derisa ishte gjallë
atë histori, nuk ishte vetëm një ditë, ishin disa ditë që kaloi që u bë kjo genocid edhe e vuante shpirtërisht shumë. E vuante deri në momentin që u largua nga kjo botë. E vuante dhe në një kohë e vlerësonte që ishte akoma gjallë dhe mundi të krijonte një familje në mënyrë që ta shtonte familjen e tij. Cilat janë vështirësitë për zonën tonë për ta vërtetuar këtë? Pasi kanë kaluar 100 vjet, dëshmitar gjallë nuk kemi. Kemi do shkrime, kemi gojdhena, kemi edhe disa materiale nga shteti grek i kemi siguruar në forma të ndryshme nga arkivat e tyre. Në atë parë, ajo zonë është një zonë vërtet malore, ku nuk ekziston as fotografi datë kohë, apo nuk kishte as njeri që të ngeli sepse besala për 100 vjet vonë që ta kishte përjetuar vetë. Me gojdhena është tepër vështirë të vërtetosh një genocid si punë e këtija, që ndodhin në Panarit. Qoftë do kishte ndodhur në vitet 1919, ishte bërë pa di nga qeveria shqiptare apo nga individ posaçëm, atëherë ishte momenti më i mirë për të mbledhur këto. Ishte periudhë e shkurtër. Po, evidencë. Ishte periudhë e shkurtër, ishte gjë më e mirë ishte që kishte njerëz që kishte kaluar këtë, direkt witnesses që kishin kaluar. Kur bëhet fjala për 100 vjet dhe në Shqipëri, duke kaluar edhe 2 luftra të tjera në atë zonë, shumë dokumenta janë zhdukur. Por jemi me fat të mirë që vendet e tjera mbajtën dokumentat tonë, sepse ekzistojnë disa dokumenta në Rom të Italisë që i kemi gjetur dhe në Boston, disa gazetat asaj kohe ku kanë dhe fotografi. Dhe ndodhen disa në Greqi, dokumentat që neve jemi në proces për t'i marrë të gjitha këto, akoma shumë pak kemi marrë, sepse ata i kanë mbajtur më mirë dokumentat tona se sa i kemi mbajtur neve. Nuk kemi qenë të organizuar. Kjo patjetër do ketë problemet e saj, derisa të mbledhim të gjitha. Por për fat të mirë janë dhe disa emisione që janë bërë në vitet 2000, ku janë disa, me sa di unë janë të paktën 1 ose 2 persona që kanë jetuar atë kohë dhe këto e materialet të gjitha që do mblidhen të gjitha, do përgatitet dosja dhe do çohet në gjykatë.